Përshëndetje miq, po dëgjoja një ders një hoxhe, i cili temë të dersit e kishte çështjen e vdekjes, por që e ndërlidhte me shkuarjen në xhami apo me prezantimin në xhami. Unë jam Hidayet Fetahi, ekonomist përkthyes, interpret interkulturor dhe teolog musliman. Hoxha në fjalë fliste për vdekjen dhe për çudi çështjen e vdekjes e lidhte me prezantimin apo me frekuentimin apo me prezencën e xhamatit në xhami. Pra, sa shkohet në xhami, a shkohet rregullisht në xhami, dhe sipas tij, pra sipas këtij hoxhe, ai i cili nuk shkon në xhami rregullisht, ose nuk shkon në xhami shpesh, ose nuk shkon në xhami çdo ditë e çdo vakët, kur do të vdes, ka mundësi që në vorimin e tij mos jetë askush prezent. Si përdallim nga ai i cili shkon në xhami çdo ditë, prezanton në çdo vakët, është prezent në xhami, është i përditshëm, i përhershëm, sipas këtij hoxhe, atij në varrim do t'i shkojë gjithë xhamati, spaku i xhamisë. Dhe nuk do mend se hoxha flet këtu për kuantitet dhe jo për kualitet. Flet për një dukje të jashtme, për një prezantim, por jo për substancë, për bërtham, për gjenesë të besimit, apo ajo që quhet ombrella, mbështjellësja e Islamit. Por që të jemi të qartë, duhet ta marrim një ajet Kurani, tek i cili përfshihen kushtet apo parakushtet të cilat një besimtari, një rob i Zotit, një njeriu, ia mundsojnë të jetë pranë Zotit pas vdekjes, pra të përfitojë nga punët e tij dhe të jetë banor i xhenetit, apo në qoftë se nuk ka punuar drejt, nuk është përgatitur me vepra të mira, të pranuara tek Allahu, atëherë do jetë në grupin i cili është i dedikuar jashtë xhenetit. Dhe Allahu në surën El Bekare, në ajetin 82, nëse nuk gaboj, na thot: "Walladhina amanu wa amilu s-salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Dhe ata të cilët veprojnë mirë, bëjnë vepra të mira dhe e besojnë Allahun, pra kanë iman, kanë besim. Dhe krahas besimit, sepse imani, besimi është shtylla kryesore, pra besimin në Zotin një, të vetëm, të cilit nuk duhet bërë shok, është shtylla kryesore e besimit. Dhe krahas saj, ata bëjnë edhe vepra të mira, pra ata do jenë në koshtet e xhenetit, dhe aty do të jenë gjithmonë, hum fiha khalidun. Pra, nuk qenë ka me rëndësi numri atyre të cilët të përcjellin në banesën e fundit, në frymën e fundit, dhe sa do jenë me numër, por me rëndësi qenë ka ti si ke jetuar si besimtar, si ke jetuar si njeri në këtë tokë, përderisa ke qenë gjallë, ke besuar drejt, ke qenë në rrugën e drejt, në siratul mustaqim, ke pas ti iman,
edhe me bindje të brendshme, jo vetëm karshi dukje e jashtme kështu më radhë, dhe atëherë ti ke shpresë tek Allahu, se mëshira e Allahut nuk do të mungojë. Por ç'a vlen nëse ty të përcjellin me mia, me qindra, me mia, apo edhe me miliona njerëz për në banesën e fundit. Sepse në botë ka artist, ka biznismen, ka sipërmarrës, ka kapitalist, ka fabrikant, ka këngëtar, ka lloj-lloj pasanik njerëz, ka lloj-lloj njerëz me famë botnore, që në këtë botë kanë qenë të famshëm, dhe që në përcjelljen e fundit, kur ata vdesin, ata i përcjellin me mia njerëz, mbahen mbledhje komemorative pas vdekjes së tyre, tu bohen nëpër salla e mbahen fjalime, por kjo, sipas ajetit kuranor, nuk do t'ju bëj dobi, as atyre as askujt tjetër. Dhe ky hoxh që unë e dëgjoja kështu kalimthi dhe më bëri përshtypje negative, të them ashtu, ki i merr të them di xhamatlit të tij si shembull, haj po i marrim edhe ne një di emra, Ramizin dhe Shabanin. I nderuari Ramiz nuk shkon shpesh në xhami, shumë rarë, kurse i nderuari Shaban shkon gjithnjë, është i përhershëm. Dhe ky hoxh XY Alamet Hoxhe thot se kur vdiq Shabani, ati erdhen jo vetëm xhamati i xhamisë, por edhe i tërë qyteti në Avarin. E kur vdiq Ramizi, ati përveç familjes dhe hoxha që e përgatiti xhenazën, nuk ishte askush prezent. Pyetje për ty, hoxha efendi, a e lexon ti këtë ajet Kurani? Walladhina amanu wa amilu salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Apo nuk e lexon? Po tamam. Si thua ti, ashtu edhe është sot në praktik. Pse? Po nëse vdes një fukara i muhallës, e para herë ti hoxh, mendohesh 3 herë, a të shkosh t'ja lajsh xhenazën apo jo? A ta përcjellish në varrim apo jo? Sepse ai nuk ka para. Nga duart e atij nuk do të dal asnjë dinar për ty. Kurse te ai tjetri, që i shkon xhamati e qyteti, është dikush që ka para. Ja po ilustroj një shembull tjetër. Nëse ju jeni dikundi prezent dhe aty zhvillohen një ngjarje martese, pra martohen dy të rinj, po e shkurtoj shpejt e shpejt, dhe ju e dini se është bën si adet, është bën si zakon, që në praninë të atij dhëndrit të ri të zhvillohet një, të them ashtu, një tubim edhe me ngrënie e pije, dhe të jetë prezent edhe hoxha i xhamisë së muhallës, sepse ai duhet ta bëj çka? Duan e martesës. Ai duhet pra t'i bekoj këta të rinj. Dhe kjo nuk do mend se është një fenomen shumë i ri dhe që ka lënë shumë shekuj pas vdekjes së të dërguarit të Allahut. Mirë, ajo është një tjetër kapitull. Çka ndodh? Hoxha i thot tjetrit, kolegut të vet, ta bëjmë duan së bashku, atë të martesës dhe atë të hajës, të ngrënies. Ai thot, po, si duash ti. Dhe ki e bën një dua. Kush është e duaja? Kush është përmbajtja? Ju shpesh ndoshta keni ndodhur dhe e dini. Pra të falenderohet një koqiri që ka përgatitur ngrënien, të falenderohet Zoti i madhnueshëm që na ka dhënë mundësinë të ha me të pijmë, të falenderohen ata që e kanë përgatitur, ata që janë prezent, dhe çiftit të ri t'i urohet çka? Martesë e lumtur, e suksesshme, të trashëgohen, të kenë martesë të harmonishme, pra të jenë shok me njëri tjetrin, të kuptohen me njëri tjetrin, të zhvillojnë marrëdhënie humane, njerëzore, pra të kenë një martesë të lumtur. Po mirë, ai dhëndër i ri, a nuk do ishte më mirë dhe më e udhës të drejtohet Allahut dhe të thotë, o Zoti im, o krijuesi im, unë po të lutem, unë robi i vogël,
që ti të më mundësosh, o Zot, që unë me këtë zonjën që e kam zgjedhur për grua, për bashkëshorte, ta kalojmë një martesë, të hyjmë në një martesë, e cila neve do të na bëjë të lumtur. E ti, o Allah, ti, o Zoti im, na jep begati, na mëshiro, na udhëzo, na lumturo, na jep risk të mirë dhe na jep pasardhës të mirë, të cilët edhe ty, o Allah, do të kujtojnë. Ashtu a lut Ibrahimi alayhis salam, Rabbi ij'alni muqime s-salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. E unë isha me një vend dhe hoxha askund nuk e tha këtë dua kuranore. Prandaj, jo numri, o njerëz, i atyre përcjellësve, ditën e fundit, neve para Allahut, do të na shpëtoj. Jo, por do të na shpëtojnë vetëm veprat tona të mira, të pranueshme tek Allahu, tek Zoti i gjithësisë. Sepse Zoti nuk na ka krijuar neve rastësisht dhe na e ka lënë mundësinë që ne të shoqërohemi, të bëhemi të famshëm, të bëhemi pasanik, të kemi shumë shokë miq, e kur ta japim shpirtin, këta të na përcjellin, e të jenë shumë në numër, e të çuditet qyteti, të çuditet shteti, të organizohen video, të mbahen filma, e të bëhet çka jo, vetëm e vetëm që në këtë botë të dalin, si kemi qenë, kush e di kushi, me emër kështu ashtu, jo. Walladhina amanu wa amilu salihati ulaika ashabul janna hum fiha khalidun. Amin. Miru pafshim në video të radhës.